Në shkollën Atë Pjetër Mëshkalla u organizua panajiri nismave rinore kundër dhunës me bazë gjinore, një aktivitet që shënon edhe përmbylljen e fushatës së 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës. Në këtë panajir u prezantuan 11 nisma inovative, të hartuara nga nxënës të 11 shkollave të ndryshme të Shkodrës. Psikologja tek organizata Gruaja te Gruaja Suela Domnori theksoi se qëllimi i këtij aktiviteti është krijimi një hapësire ku të rinjtë të shprehin zërin e tyre, të diskutojnë hapur për problematikat e dhunës me bazë gjinore. Panajiri i nismave rinore kundër dhunës me bazë gjinore shënon dhe përmbylljen e fushatës së 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Ky aktivitet organizohet nga Gruaja te Gruaja, zyra për djemt dhe burra në bashkëpunim të ngushtë me zyrën vendore arsimore Shkodër. Qëllimi i kësaj thirrje në fakt ishte të krijojë një hapësirë ku të dëgjohet zëri i të rive dhe të kenë një mundësi për të sjellur zgjidhje të reja inovative, për të projektuar nisma të ndryshme dhe për të vepruar konkretisht. Shumë entuziastë pasi kësaj thirrje për nisma të rinore janë përgjigjur 11 shkolla të zyrës vendore arsimore dhe kjo tregon që të rinjtë janë të interesuar dhe angazhimi i tyre na bën të ndërsim plot për fuqinë që ato kanë, ndikimin që ato kanë në ndryshimin në lidhje me një fenomen i cili na përket të gjithë me tashmë si shoqëri. Mesazhi kryesor i kësaj nisme është minimizimi dhe parandalimi i çdo forme të dhunës, duke filluar nga ndërgjegjësimi i berizit të ri. Sot do të prezantohen 11 nisma dhe do të përzgjidhet dhe nisma më e mirë, por kjo nuk do të thotë që do të çmohet vetëm nisma e cila përzgjidhet si më e mirë, por të gjitha nismat kanë peshë dhe vlerën e tyre pasi kontribojnë në ndryshimin dhe minimizimin e dhunës me bazë gjinore në shkollë dhe në komunitet. Sa më shumë nisma të tilla të ketë, aq më mirë do të jetë, do të mos jenë gjithmonë të fokusuara apo të lokalizuara vetëm për gjatë 16 ditëve të aktivizmit, por për gjatë gjithë vitit. Në fund të aktivitetit u përzgjoll si nisma më e mirë iniciativa e shkollës Dituria, e cila do të mbështetet për zbatim në mars të vitit 2026 nga organizata Gruaja te Gruaja.